Fieri vijon të përballet nga viti në vit me një rënje drastike të numrit të lindjeve. Sipas shefit të maternitetit të Fierit, Robert Luto, nga 2000 deri në 2500 lindje që regjistroheshin 5 vjeçarin e fundit, tashmë numri ka zbritur në rreth 1000 lindje në vit. Sipas tij, faktorët kryesor janë lëvizjet demografike, emigracioni, zgjedhja e spitaleve private, por edhe orientimi një pjese të nënave drejt materniteteve në Tiranë. Nëse para 4-5 vitesh numri lindjeve ka qenë 2000-2500, tani vede afërsisht tek 1000 lindje në vit. Dhe kjo ka dhe një arsye dhe një shpjegim për vetë lëvizjen demografike të familjeve shqiptare, ku një pjesë e mirë është vendosur dhe është transferuar në emigracion, dhe detyrimisht duke lëvizur edhe numri lindjeve patjetër që do vi në rënje. Duke pasur parasysh këtë lëvizje demografike, patjetër që numri vjen duke rënë, por një pjesë e mirë e tyre transferohen edhe nëpër spitalet private ose shkojnë edhe në Tiranë për arsyet e tyre. Luto thekson se vitet e fundit janë rritur ndjeshëm edhe numri lindjeve me operacion cezarian, të cilat tashmë janë më të shumta se lindjet natyrale. Lindja më normale që nga emri është ajo që quhet lindje natyrale ose lindje normale. Megjithatë, numri i përqindjes së seksjeve, pra lindjes me operacion, nuk është një trend vetëm në qytetin tonë, por është edhe në Shqipëri, por është edhe një trend ndërkombëtar, një trend botëror. Dhe faktorët janë nga më të ndryshëm, nënat janë më të ushqyera, bebat dalin më të mëdhenj. Në rënje paraqitet edhe numri i aborteve. Nëse gjatë 6 mujorëve të parë të viteve 2024 dhe 2025 regjistroheshin rreth 300 raste vjetore, në 6 mujorin e parë të vitit 2026, ky numër ka arritur në rreth 100. Sipas shefit të maternitetit, pjesa më e madhe e rasteve i përket vajzave dhe grave nga zonat rurale, ndërsa i thekson se nuk është regjistruar asnjë rast aborti tek vajzat në moshën 16 vjeçare. Nëse do ta krahasojmë me 2-3 vitet e fundit, ne kemi bërë rreth 300 aborte, por këto janë të klasifikuara sepse abortet i ndajmë në aborte të dëshirueshme dhe aborte të padëshirueshme. Pra, në abortet e padëshirueshme janë ato të cilat gravidanca ecën deri në një farë javësh dhe pastaj ndërpritet vetë ose fillon hemoragjia dhe kalon ato fazat që ne i themi abort incipient, progredient, inkomplet e kështu me radhë. Por ne bëjmë ndërprerje të shtazanisë edhe kur kapim një anomali të bebit. Në ekzaminimin ekografik që bëhet në javën e 11, 12, 13, por edhe në javën e 20 kur është ekuamorfologjike, çdo patologji e cila kapet, çdo anomali që kapet tek bebi që është e papajtueshme me jetën, patjetër që referohet, konsultohet dhe bëhet ndërprerja terapeutike e barrës. Shefi maternitetit të Fierit bën me dije se ky institucion vijon të pres edhe paciente nga qytete të tjera të vendit, të cilat zgjedhin Fierin për kryerjen e ndërprerjes së shtatzanisë.